Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Falënderojmë të madhin Zot Allahun xhalla xhelalu, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin sallallahu alaihi wasallam. Babu min fadailil Khidri alaihi salam. Ndër vlerat që ka pas Hizri ose Hidri alaihi salam. Kënë gju për Hizrin. A është gjallë Hizri sot? Si mas popullit? Po. Thot ai filani ka kalu Hizri nga shtëpia, do të jetë marr, ose filani ka taku Hizrin. Përgjigjen e ka dhënë Zoti në Kur'an, thot Zoti: "Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld." Askush përpara teje nuk mund të jetonte përgjithmonë. Përveç kujt? Isait a.s. I cili do të jetojë derisa të vi momenti. Ndërsa të gjithë njerëzit e tjerë para pejgamberit a.s. kanë ndruar jetë. Kështu që Hizri nuk është gjallë. Nuk është gjallë sot Hizri. Po të ishte gjallë do të ishte taku pejgamberit a.s. Do ishte transmetuar hadithi, taku pejgamberit a.s. me Hidrin, bën muhabete. Po si shkoja i muhabete me Musën e si ishte historia, po të shkallëzon muhabete sahabëve dhe Hidri. Kështu që nuk është e vërtet, dhe muhabete që është gjallë sot është legjendë. Ubej ibn Ka'b, po e lexoj direkt shqip sepse është hadith i gjatë. Ubej ibn Ka'b tregon se dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një ditë Musa alayhi salatu wasalam po mbante ligjërat në mesin e Beni Israilëve. Dhe dikush e pyeti nga këto tipat që bëjnë pyetje: kush është sot më i dituri në botë? Tha Musa alayhi salatu wasalam: unë jam më i dituri. Musa fliste direkt me Zotin. E Zoti i qortoi Musa alayhi salam që nuk tha më i dituri është Allahu. Prandaj dhe Zoti i tha: Musa është njëri për robëve të mi të zgjedhur, aty ku bashkohen dy detrat, është më i ditur se sa ti. Tha: o Zot, po si të shkët të takoj? Direkt kërkimi i diturisë. Si që kam i ditur son, shkët të takoj? I thuhet, merr me vete një peshk të gatuar. Dhe kur ta humbësh peshkun, kur të humbi peshku, do të thotë që aty është ai. Unë nis bashkë me shoqëruesin e tij, Yusha ibn Nun. E morën me vete peshkun, derisa shkun tek një shkëm i madh. U mbështetën me flet gjumë, edhe rëshiti peshku nga torba dhe u nis drejt detit. U çuditën të dy, kanë pak të dy peshku të ikë, ka shku për ndet. Janë habit. Dhe kështu vazhdojnë rrugën e tyre një ditë e një natë plus. Shajku që thonë shpallja, kur peshku bjerë në det, ta e panë peshku në çuditën edhe vazhdojnë rrugën. Kur të nesër me i thotë Musa i djaloshit, na e sill peshku, se u lodhëm. I thaj, pa nuk e petha që peshku i kundet? Mos, tha Musa e dhe i sëna. Tha shumë mos, nuk tha mos, po. Tha, po ati pas ka qenë veni. Ati pas ka qenë veni. Mu këthynë edhe jërë mrapsh. Derisa erdhën tek rasa, tek shkëmbi,
Aty gjetën një burr që ishte i mbështjellë me një robë. Edhe i dha selam Musa alayhi salam, i dha selam atij Khidrit. Khidri ka qenë pejgamber, ka dy mendime me sakta që ka qenë pejgamber. Se fjala e Zotit, robi im i kam dhënë dituri, për këtë se dhe Imam Buhariu çka ka thonë këtu? Fadailul Khidri alayhi salam. Dhe i tha Khidri alayhi salatu selam, si është gjendja atje në tokën tuaj, tokën e paqes? I tha Musa alayhi salam, unë jam Musa i Beni Israilve. I tha po. I tha, më lejo që të ndjek, që të mësoj për asaj që të ka mësu Zoti. I tha Khidri, ti nuk mund të kesh mundësi të durosh me mua. Unë kam dituri që mi ka mësu Zoti, nuk i din ti. Dhe ti ke dituri që ti ka mësu Zoti e nuk i di unë. I tha Musa alayhi salatu selam, inshallah do të kem durim e nuk do të kundërshtoj për asgjë. Dhe unë nisën të dy, derisa erdhën në një breg deti dhe nuk kishin anije. Po prisnin që të vinte në një anije. Kur erdhi një anije aty pranë tyre, ju folën që ti merreshin në anije dhe pranuan ato të zotët e anijes për t'i marrë dhe i mbartën. E njoftën ato Hidrin e njoftën dhe i morën pa pagesë, pra nuk i kërkuan gjë më paguaj. Erdhi një zonë dhe u vendos në cep të anijes, diku në një vend të anijes. Dhe çukiti 2-3 herë. Erdhi një zog në cep të anijes dhe çukiti në ujë të detit 2 herë. Tik, tik. Khidri thot Musës alayhi salam, o Musa, dija që ke ti dhe dija që kam unë, nuk i kanë paksu dije Zotit, aq sa ka pi ky zogu në këtë det. Pra në kuptimin, dija jo s'ka asot me dijen e Allahut. I dha mësim prapë, që me vërtet, ne ty kemi dije, po më i ditur është Allahu. Më pas, Khidri mori një nga drasat e anijes lartë dhe e putit, e thyu. Musa i tha, na morën pa pagesë, ti u thy anijen, a mos do me na myt, neve bashkë me ta? Khidri i tha, a të thash që s'ke durim me mua, a të thash thot se ti nuk mund të durosh me mua, tha Musa alayhi salam, mos ma merr për faj se harrova. Dhe vazhduan, kur zbritën tokë, një tuf mish po loznin. Dhe Khidri thot, i gjunë një fëmijë dhe vdiq në vend. I tha Musa alayhi salam, si ta e vrave një fëmijë të pastër, të pamëkate, pa vrarë e jaskën, me të vërtet ta ke bërë një gjë shumë të rëndë. A të thash, o Musa, që ti s'duron do të vazhdosh me mua? I tha Musa alayhi salam, këtë drejt, po, ka bova dhe i herë, për jashta, në thonë kuptimin, këtë drejt, në thonë, ik. Derisa shkuan thotë një fshat, i kërkuan atyre ushqim dhe ata nuk ju dhanë. Ndërkohë që ishte një mur duke u shembur në të dalë të fshatit,
Dhe Khidri filloi ta ndërtoi këtë mur. Musa a.s. i tha, po të paktën kishe marrë gjë për gjithë këtë punë që bërë, kishe hëngër diçka. I tha Khidri, këtu do të ndahemi. Pejgamberi a.s. e komentoi duke thënë, Allahu e mëshiroft vllajën tim Musajin, të kishte dëruar më shumë, të kishim pa më shumë, të kishim gjuhë më shumë. Normalisht që Kur'ani e ka dhënë përgjigjen, pejgamberi sa është ka kap, si më thonë e ka sjellë ngjarjen në një kontekst tjetër. Kur'ani e ka sqaruar pastaj rasti i Anijës, piratët po të shihnin një anije të padëmtuar e sulmonin dhe e privatizonin. Fëmia po të rritej do të detyronte prindërit të dilnin nga feja dhe besimi, dhe muri ishte pranë me 2 fëmijëve jetim që po të rregullojshin murin lagja ose njerëzit do të zbulonin një thesar që babai e kishte fshehur tek themeli i këtij muri dhe rregulloi murin që të prishej më vonë, prishej kur të rriteshin fëmijët, e fëmijët pastaj kur ta rindërtonin murin do të gjenin thesarin e babës së tyre, sepse tha babai i tyre ka qenë rob i mirë. Ka qenë besimtar që bonte vepra të mira. E Zoti e ruajti fëmijët mas vdekjes tij. Kjo është historia e Khidrit. Prandaj fiksojeni se Khidri nuk është gjallë, nuk ka ndruar jetë, edhe Khidri nuk takon më njëri. Kush i thotë kam taku Hizrin, ju ka fut nenin o duke e përgatit për një gjë shumë të madhe. Kush i thotë kam taku Hizrin, do më thonë po ju përgatit për një skenë shumë të gjerë. Ta keni parasysh të. Një Allah ju dashtë fort, Zoti ju ruaj, Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.